Përshëndetje miq. Sot do t'ju tregojmë një histori që do t'ju prek thellë në shpirt, një histori për fajin, dashurinë dhe një të vërtetë që doli në dritë pas shumë vitesh. Një grua milionere, e cila kishte gjithçka që mund të dëshironte në jetë, pasuri, fuqi dhe respekt, do të përballej papritur me të kaluarën e saj më të errët. Një mëngjes, ndërsa priste pastruesen e re që kishte punësuar për vilën e saj luksoze, ajo nuk mund ta imagjinonte kurrë se ajo vajzë e thjeshtë, me duar që dridheshin nga emocione dhe syt plot ndrojtje, ishte pikërisht vajza që ajo kishte braktisur 20 vite më parë, kur ishte vetëm 16 vjeç. Në fillim, asnjëra nuk e dinte të vërtetën. Njëra e shihte tjetrën si punëtore, tjetra e shihte si një grua të ftohtë të largët, që i jepte urdhra pa asnjë ndjenjë. Por fati kishte përgatitur diçka shumë më të thellë. Një takim që do të hapte plagë të vjetra, do të nxirrte në pas sekretet e së kaluarës dhe ndoshta, do të sillte edhe faljen që të dyja kishin nevojë. Historia që do të dëgjoni sot është mbushur me emocione, dhimbje dhe një rikthim që askush nuk e priste. Era e mëngjesit frynte lehtë mbi oborrin e madh të vilës Morina. Brenda gjithçka shkëlqente nga pasuria dhe eleganca. Një pasuri që vetëm pak njerëz mund ta imagjinonin. Në qendër të dhomës së ndenjes, ulur në një karrige prej lëkure të zezë, qëndronte Arta Morina, një grua 42 vjeçare, elegante e ftohtë, e mësuar të komandonte çdo situatë. Ajo shikonte orën e Artë në kyçin e dorës dhe pshertiu me nervozizëm. Arta, është ora 8:15. Ku është kjo pastruese e re? U thash të vinte në 8 fikse. Në atë çast, dera u hap me një trokitje të lehtë. Një vajzë e re hyri me kujdes, me flokë të lidhura pas, me një bluzë të bardhë të thjeshtë dhe sy që fshehnin një trishtim të thellë. Quhej Alma. Alma, më falni zonjë, u vonova pak. Trafiku ishte i rënd sot në mëngjes. Nuk do të ndodh më. Arta ngriti syt dhe shikoi me vëmendje, por pa shfaqur asnjë emocion. Diçka në fytyrën e vajzës si duke e njohur, por nuk dinte pse. Arta, këtu çdo minutë vonesë më kushton kohë, dhe koha është gjëja më e shtrenjtë që kam. Tani, fillo me bibliotekën. Mos lëviz asgjë nga vendi, dua që gjithçka të mbetet siç është. Alma, po zonjë, kuptova. Ajo uli kokën dhe nisi të fshinte pluhurin mbi raftet e librave. Duhma e librave të vjetër e përplasi me kujtime të fëmijërisë, një fëmijëri që nuk e kishte pasur kurrë. U rrit në një jetimore, pa e ditur kurrë kush ishte nëna e saj. Gjithçka që dinte ishte se ajo e kishte braktisur sapo kishte lindur. Ndërkohë, Arta qëndronte në koltuk, por syt i rëshisnin her pas here tek vajza. Në mënyrë të çuditshme, ajo ndjente një ndjesi të çuditshme, një lloj tronditjeje që nuk dinte si ta përshkruante. Arta me vete, ka diçka tek sytë e saj, sikur i kam parë dikur shumë kohë më parë. Pas disa minuta sheshtje, Alma e theu qetësinë. Alma, zonja Morina mund të pyes diçka. Arta, varet. Çfarë është? Alma, në këtë shtëpi është shumë qetësi. A jetoni vetëm? Arta ngriti kokën, pak e befasuar nga guximi i vajzës. Një buzëqeshje e ftohtë ju shfaq në buzë. Arta, po, vetëm. Kam mësuar se njerëzit të zhgënjejnë. Puna dhe paraja nuk të tradhtojnë kurrë. Alma uli syt, ndjeu një therrje në zemër. Ajo e dinte mirë çfarë ishte tradhtia, ishte braktisja më e madhe e jetës së saj. Alma me zë të ulët. Nganjëherë paraja nuk mbush boshllëkun që lë mungesa e dikujt. Arta ngriti syt dhe e vështroi drejt. Fjalët e vajzës i ranë si gjemba në shpirt. Por, për një arsye që nuk mund ta shpjegonte, ajo nuk u zemërua. Përkundrazi ndjeu një lloj dhimbje të thellë që kishte harruar se ekzistonte. Në atë mëngjes të ftohtë, asnjëra prej tyre nuk e dinte se fati kishte filluar të luante rolin e vet. Një nën dhe një bij ishin përballë pa e ditur. Dita kishte kaluar qetë. Alma, megjithse lodhur nga puna, ndihej e çuditshëm e qetë në atë shtëpi të madhe. Kishte diçka në aromën e ajrit, në mënyrën si binte drita mbi muret, që i duke e njohur, sikur kishte qenë aty më parë. Ndërsa mblidhte mjetet e pastrimit, sytë e saj ranë mbi një kornizë të vjetër në raftin e bibliotekës. Një fotografi e zbehur nga koha. Një vajzë e re, ndoshta 16 vjeç, me flokë të gjatë kafe dhe me një foshnjë në krah. Alma u afrua ngadalë, zemra i rahu fort. Alma me vete. Kjo foshnjë ka të njëjtën varse si unë. Ajo e preku lehtë qafën e saj. Varsja e vjetër, e vetmja gjë që kishte marrë me vete nga jetimorja. Një varse në formë zemre e thyer në mes gjysma tjetër, sipas kujdestares së jetimores, i përkiste nënës së saj.
Në atë moment, Arta hyri në dhomë. Zëri I saj I ftohte bëri Almën të trembej dhe të tërhiqe me njëherë. Arta, kush të tha të prekësh fotografi? Ato janë kujtime personale. Alma duke u skuqur. Më falni, zonje. Nuk doja të isha pa respekt. Thjesht më tërhoqi ajo foto. Vajza aty duket shumë e re. Arta mori kornizën në duar, syti lëvizën ngadalë mbi figurën e saj të rinis. Një trishtim I vjetër ju rikthye si hije. Arta, ishte një kohë tjetër, një jetë tjetër. Kjo vajzë ka bërë shumë gabime. Alma, gabime. Arta me zë të ulët. Po, gabime që nuk I fal dot vetes. Heshtje. Vetëm tik-taku I orës në mur dëgjohej. Alma ndjeu një nevojë të brendshme për të pyetur më shumë, sikur zemra I fliste. Alma, zonja Morina, a keni pasur ndonjëherë fëmijë? Pyetja e saj e la Artën të ngrirë për disa sekonda. Ajo uli syt, mori frymë thellë dhe u mundua ta mbante zërin të qëndrueshëm. Arta, kishte një kohë kur po, kisha. Por ajo kohë nuk ekziston më. E lash pas. Alma, si mund ta lini pas një fëmijë? Arta duke ngritur zërin pak. Sepse ndonjëherë jeta të detyron të bësh zgjedhje që të ndjekin gjithë jetën. Nuk e ke iden çfarë është të jesh vetëm, pas një ndihmë me një foshnjë në duar. Alma heshti. Zemra I dridhej. Ajo nuk e dinte pse, por lotët I mbushën syt. Në çdo fjalë të Artës kishte dhimbje, dhe në çdo ton të zërit të saj kishte një ndjesi që Alma e njihte. E njëjtë me boshllëkun që kishte ndier gjithë jetën. Alma me zë të butë. Ndoshta ajo foshnja nuk ju ka urrejtur kur. Ndoshta ju ka falur, edhe pa ju njohur. Arta ngriti kokën e shikoi me habi. Sytë e Almës ndriçonin në dritë. Ishin të njëjtët sy si ata që kishte parë dikur në një natë spitali, përpara se të largohej përgjithmonë. Por ajo e largoi mendimin me shpejtësi. Ishte e pamundur. Ishte thjesht një rastësi. Arta duke marrë frymë thellë. Shko tani, Alma. Është vonë. Alma. Po, zonjë. Mirë mbrëma. Kur dera u mbyll, Arta mbeti vetëm. Ajo mori kornizën në duar dhe për herë të parë pas shumë vitesh një lot I vetëm I rëshiti në faqe. Arta përshpëriti. Të paktën të dija ku je tani bija ime. Në të njëjtën kohë, Alma jashtë vilës preku varsen në qafë dhe përshpëriti e vetme në errësirë. Sikur ta dija kush ishe ti, nën. Mëngjesi erdhi me shi. Rruga për në vilë ishte mbuluar me gjethe të lagura, dhe qielli I mbuluar I jepte gjithçkaje një ndjenjë melankolie. Alma ecte me nxitim, duke mbajtur çadrën që përpëlitej nga era. Zemra I rrite fort, nuk e dinte pse, por ndjente se ajo ditë do të sillte diçka ndryshe. Kur mbërriti në shtëpi, Arta ishte ulur në kuzhinë me një filxhan kafeje përpara. Diçka tek ajo duke e lodhur, e thyer, si një grua që kishte kaluar net pa gjumë. Por ajo e fshehu mirë, si gjithmonë. Arta, të paktën sot je në orar. Alma duke buzëqeshur lehtë. E di që nuk ju pëlqen vonesa, zonjë. Arta, jo, nuk më pëlqen, por më pëlqen saktësia. Frymer, sot do më ndihmosh të sistemoj disa dokumente në dhomën e sipërme. Mos prek kutitë e vjetra, janë personale. Alma, po, zonjë. Ato u ngjitën shkallëve. Dhoma e sipërme ishte si një muze I së shkuarës mbushur me kuti, libra dhe kujtime të harruara. Teksa Alma pastronte raftet, një nga kutitë e vjetra u rrëzua aksidentalisht. Nga brenda ra një fletore e zverdhur, dhe një varse e vogël argjendi në formë gjysmë zemre. Alma ngriti varsen dhe syt ju mbushën me lot. Ishte njëjta formë si ajo që kishte në qafë. Ajo e mori me duar që I dridheshin. Alma me zë të dridhur. Jo, nuk mund të jetë e vërtet. Në atë moment, Arta hyri në dhomë. Arta, çfarë po bën aty? Të thash mos prek asgjë. Ajo u ndal kur pa varsen në duart e Almës. Ngriu. Sytë e saj u mbushën me frikë, tronditje dhe diçka tjetër shpresë. Arta përshpëriti. Ku e gjete këtë? Alma. Ra nga kjo kuti. Pauz. Zonja Morina, kjo varse është e njëjtë si e imja. Ajo e hoqi varsen e saj nga qafa dhe ja tregoi. Të dyja pjesët ishin identike dhe kur Alma ja afroi, ato u bashkuan në mënyrë të përsosur, duke formuar një zemër të plot. Ajri në dhomë u rëndua. Arta ul ngadalë me sytë që nuk hiqeshin nga varsa. Arta me zë të ngjirur. Kjo nuk është e mundur. A ku je rritur? Alma. Në jetimoren shpresa.
Më thanë se më gjetën në një spital e braktisur. Në qaf kisha këtë varse dhe një letër me një emër. Alma. Arta ngriti duart në fytyrë. Lotët që nuk i kishte derdhur për vite i shpërthyen pa kontroll. Zëri ju drodh. Arta. Alma. Zoti i madh. Alma. Alma duke u tërhequr pas. Zonja Morina, pse po më shikoni ashtu? Arta. Sepse unë jam ajo që të lash atë natë. Unë jam nëna jote. Fjalët e saj ranë si rufe në zemrën e vajzës. Alma ndaloi së frymëruri për një çast, sytë ju mbushën me lot, por fytyra i mbeti e ngrirë. Alma. Jo, ju po gaboni. Nuk mund të jetë e vërtet. Arta. Është e vërtet, bi. Unë të linda kur isha vetëm 16 vjeç. Prindërit e mi më detyruan të lë. U betova se do të kërkoja një ditë, por frika dhe turpi më mbytën. Alma e mbuloi fytyrën me duar, duke qarë në heshtje. Në dhomë dëgjohej vetëm zëri i shiut që binte mbi dritare. Alma mes lotëve. Gjithë jetën time kam ndëruar t'i them nën dikujt. Dhe tani që e gjeta, nuk e di nëse mund t'ju fal. Arta u ngrit ngadalë dhe ju afrua. Nuk guxoi ta prekte. Vetëm qëndroi përballë saj me duart që i dridheshin. Arta. Nuk të kërkoj të më falësh, vetëm të më dëgjosh. Më jep një mundësi ta tregoj të vërtetën. Alma ngriti syt dhe për herë të parë sytë e nënës dhe të bijes u takuan plotësisht. Ishin të njëjtët sy, të njëjtën ngjyrë, të njëjtën thellësi, të njëjtën dhimbje. Në atë moment koha u ndal. Dhe fati, pas shumë vitesh, më në fund i kishte bashkuar. Në dhomën e madhe, heshtja rëndonte si një perde e trash. Jashtë binteshi me rëmbim, ndërsa brenda 2 gra nën e bij qëndronin përballë njëra tjetrës, të ndara nga vite, faji dhe plagë të pashëruara. Arta uli kokën sikur të kërkonte forcën diku në dysheme. Pastaj mori frym thellë. Arta. Ka ardhur koha ta them gjithçka, edhe pse kjo e vërtet më ka ndjekur gjithë jetën. Alma heshti. Nuk dinte nëse donte ta dëgjonte, por një pjesë e saj, ajo vajza e vogël që kishte qarë çdo natë në jetimore, kishte nevojë për përgjigje. Arta. Kur të linda, isha vetëm 16 vjeç. Babai im ishte një biznesmen i pasur, shumë i ashpër dhe krenar. Kur mësoj që isha 7 zën, më mbylli në një shtëpi larg qytetit për të ruajtur nderin e familjes. Pauzë gjatë. Babai yt ishte një djalë i varfër, një punëtor që e doja më shumë se jetën time. Por për prindërit e mi, ai ishte njoll. Kur lindi foshnja ti, Alma, më detyruan të firmosja disa letra. Thoshin se do të kujdeseshin mirë, por në fakt të quan në jetimore. Alma mbuloi gojën me dorë. Alma. Dhe ju nuk u përpoqët kur të më kërkonit. Arta me lot në sy. U përpoqa. Zoti e di sa. Por më thanë se foshnja kishte vdekur. E besova. Vite të tëra jetova me atë dhimbje. Deri kur një ditë pas vdekjes së babait tim, gjeta në sirtar letrën e adoptimit. Kuptova gjithçka, por ishte shumë vonë. Emri yt ishte zhdukur nga dokumentet dhe jetimorja nuk ekzistonte më. Alma dritshëm. Dhe tani më gjete pa dashje. Arta. Po. Fati i përmbysi rregullat e tij. Ti hyre në shtëpinë time si pastruese dhe më kujtove gjithçka që isha munduar të harroja. Kur të pash për herë të parë, ndjeva diçka që nuk dija ta shpjegoja. Ishte zemra, Alma. Zemra ime që të njohu para syve të mi. Lotët i rridhnin artës, por këtë herë ajo nuk i fshiu. Ishin lot të ndershëm, lot që pastronin plagët. Alma uli kokën. Zëri i saj dridhej, por në fytyrë kishte diçka ndryshe, një butësi e brendshme që po luftonte me dhimbjen. Alma. E gjithë jeta ime ka menduar pse më lan, pse nuk isha e mjaftueshme. Tani e di që nuk ishte faji im, por dhimbja është ende aty. Arta ju afrua ngadalë. Arta. Nuk dua ta fshi të kaluarën, Alma. Dua ta shëroj. Le të mësojmë të njiheshim nga e para. Jo si pastruese dhe pronare, por si nën dhe bi. Alma ngriti syt. Lotët ju derdhën, por në buzë i lindi një buzëqeshje e dridhur. Alma. Nuk e di nëse mund të fal me një herë, por dua të përpiqem. Arta duke qarë. Kaq më mjafton. Ato që ndruan përballë njëra tjetrës dhe pastaj si pa e kuptuar, Alma bëri hapin e parë. Arta e hapi krahët me frikë, sikur të mos donte ta friksonte, por Alma u mbështet në to. Pas shumë vitesh, nën e biu përqafuan, jo si dy të huaja, por si dy shpirtëra që më në fund kishin gjetur rrugën për të njëra tjetra. Jashtë, shiu kishte pushuar. Drita e diellit thyente re, dhe një ylber i lehtë doli në horizont.
Në atë dritë të butë, brenda një shtëpie ku dikur mbizotëronte ftohtësia, kishte rilindur diçka që as koha, as faji nuk mund ta shkatëronte. Dashuria e një nëne për bijën e saj. Kaluan disa javë që nga ajo ditë e tronditshme, kur e vërteta doli në dritë. Tani në vilën Morina, çdo mëngjes kishte një dritë tjetër, një ngrohtësi që dikur mungonte. Në vend të urdhrave të ftohtë, dëgjoheshin biseda të buta, dhe në vend të heshtjes, dëgjoheshin të qeshura të ndrojtura. Arta dhe Alma po mësonin të njihnin njëra tjetrën. Ishte një proces i ngadalshëm, me emocione të përziera, si plagë që shërohen dal ngadal. Në mëngjes pinin kafen bashk në verandë dhe ndonjëherë Arta i tregonte Almës copëza nga jeta e saj e dikurshme. Me lot, por edhe me buzëqeshje. Arta, e di që më mungonte më shumë, Alma. Zëri i dikujt që më quante nën. Alma duke buzëqeshur me butësi. Dhe unë kam ndëruar gjithë jetën t'i them dikujt mama. Ato u pan në sy dhe për një qast duke sikur çdo plagë e vjetër ishte fashuar. Por fati, si gjithmonë, nuk i le historit pas tuhit e veta. Një pasdite, ndërsa Alma po pastronte zyrën e Artës, dëgjoi zilen e derës. Një burr në të 50-tat, i veshur me një pallto të errët dhe me fytyrë të ashpër, qëndronte në prag. Burri, më falni, është zonja Arta Morina këtu? Alma, po, por kush jeni ju? Burri, një i njohur i vjetër. Thuaj se është Iliri. Ajo do ta kuptoj. Kur Arta e dëgjoi emrin, fytyra i zbehu me njëherë. Filxhani që mbante në dorë i ra dhe u thye në tokë. Arta me zë të ulët. Iliri jo s'mund të jetë. Ajo zbriti shkallët me hapa të ngadalë. Kur sytë e saj u takuan me të tit, koha u ndal. Ishte ai Iliri, dashuria e saj e parë, babai i Almës. Iliri. Arta më në fund të gjeta. Arta me tronditje. Çfarë kërkon këtu pas kaq vitesh? Iliri. Të vërtetën. Dhe vajzën time. Alma ngriti kokën e hutuar. Alma. Vajzën tuaj. Iliri e pa drejt në sy. Po, Alma. Unë jam babai yt. Zëri i tij kishte një ndjesi të thellë pendese, por edhe forcë. Alma u tërhoq një hap pas. Alma. Jo, kjo nuk mund të jetë, gjithçka po më ndryshon përsëri. Arta e zemëruar. Ilir, nuk ke të drejtë të shfaqesh tani. Ku ishe kur më detyruan Talia? Ku ishe kur më thanë se vajza ime kishte vdekur? Iliri, nuk e dija. Të kërkova vite të tëra. Babai yt më kërcënoi, më largoi, më zhduku nga jeta jote. Kur më thanë që kishe emigruar, mendova se nuk do të shihja më kur. Ai e mori një letër nga xhepi e zverdhur, e vjetër letra që Arta kishte shkruar natën kur lindi, por që kur nuk ishte mbërritur në duart e tij. Arta me lot. Këtë letër e shkrova unë. Po si? Iliri. E gjeta në një kuti dokumentesh që më lanë pas vdekjes së babait tënd. Kur lexova emrin e vajzës, Alma, e kuptova se ajo ishte ende gjallë, dhe që duhej t'ju gjeja. Heshtje. Zemrat e të treve rrihnin fort. Alma i shikonte, pa ditur nëse duhej të qante apo të qeshte. Alma. Pra pas gjithë këtyre viteve, unë kam pasur jo vetëm një nën, por edhe një baba që më ka kërkuar. Iliri duke i afruar dorën. Po bi, dhe do të luftoj që të mos të humbas më kur. Arta uli syt, lotët i rridhnin qetë, por në buzë i lindi një buzëqeshje e brisht. Arta, ndoshta, Zoti deshit na jepte një shans të dytë, jo për të fshirë të kaluarën, por për ta rishkruar bashk. Alma i pa të dy dhe për herë të parë ndjeu se nuk ishte më vetëm. Në atë shtëpi që dikur kishte qenë ftohtë, tani kishte zëra, lot, dashuri dhe më në fund familje. Por diku jashtë një makinë e zezë qëndronte e parkuar. Brenda saj, një grua me sy të errët i shikonte me urrejtje nga larg. Në duar mbante një fotografi të Artës dhe buzëqeshte ftohtë. Zëri i saj me përçmim. Ti mendon se mund ta rifillosh jetën, Arta? Jo pa u përballur me mua. Nata kishte rënë mbi qytetin bregdetar, dhe dritat e vilës Morina ndriçonin qetësisht me zgjelbërimit të kopshtit. Brenda, Alma po rinte ulur pranë xhakut, me një album të vjetër fotografish në duar. Kujtime që Arta kishte filluar t'i tregonte çdo mbrëmje. Ishte e qetë, për herë të parë ndjente se kishte një streh, një nën, një baba. Por qetësia zgjati pak. Në portën kryesore një makinë e zezë u ndal. Nga ajo doli një grua me flokë të zeza, sy të errët dhe vështrim të akullt. Fytyra e saj kishte një bukurie të egër, por syt fshihnin urrejtje të vjetër. Ajo ecte ngadalë drejt vilës, me takat që përplaseshin në trotuarin e mermerit.
Kur dera u hap, pastruesja e re, një grua që ndihmonte Almën, u trondi. Pastruesja. Më falni, zonjë, kush jeni? Gruaja, me buzëqeshje të akullt. Thjesht një mike e vjetër e zonjës së shtëpisë. Thuaj se ka ardhur Dora Kelmendi. Emri i saj u përhap si rufe në ajër. Në katin e sipërm, Arta ngriti kokën me një herë, sikur zemra t'i kishte ndalur për një sekond. Arta, me zë të dridhur. Dora. Jo tani. Zbriti me hapa të pasigurt dhe kur e pa, sikur pa një fantazm të së kaluarës. Dora qëndronte në mes të sallonit, elegante, por me një ftohtësi që ngrinte gjakun. Dora. Sa kohë ka kaluar, Arta? 12 vjet apo më shumë? Arta. Çfarë kërkon këtu, Dora? Dora duke ecur ngadalë drejt saj. Të kujtosh borxhin që më ke? Apo e ke harruar? Alma, që kishte dëgjuar zërin, doli nga dhoma me fytyrë të hutuar. Alma. Mami, kush është kjo grua? Dora e pa vajzën nga kokat e këmbët, dhe një buzëqeshje tinëzare i lindi në buzë. Dora. Ah, kështu pra. Kjo është vajza. Bukur, shumë bukur. Ngjan shumë me ty, Arta, veç se më e pafajshme ende. Arta, me ton të ashpër. Mos guxo t'i afrohesh. Kjo s'ka të bëj me ty. Dora duke qeshur me përçmim. E kundërta, e dashur. Ka çdo gjë të bëj me mua. Ti më shkatërrove jetën. Tani do të marr gjithçka që të përket ty. Iliri, që sapo kishte ardhur nga jashtë, hyri në sallon në atë moment. Kur e pa Dorën, syt ju errësuan. Iliri. Ti. Ç'po bën këtu? Alma. Ju njiheni. Dora duke u afruar te Iliri. Më shumë se ç'mund të imagjinosh, vajz. Ajo e preku me gishta jakën e Ilirit, por ai u tërhoqi zemëruar. Iliri. Ti ishe arsyeja që gjithçka u shkatërrua. Ti i the babait të Artës se ajo kishte mbetur shtatzën. Ti e detyrove ta braktiste vajzën. Arta, e tronditur. Çfarë po thua, Ilir? Dora ti. Dora me zë të ulët, por plot helm. Po, Arta. E bëra. Sepse ti ma more gjithçka, vëmendjen e Ilirit, pozitën, jetën që duhej të ishte imja. Tani është radha ime të marr gjithçka nga ty. Alma, me zemërim dhe frikë. Jo, nuk do ta lejoj. Dora buzëqeshi ftohtë, hapi çantën dhe hodhi në tavolinë disa dokumente. Dora. Ja ku është fillimi. Toka, kompania, shtëpia, të gjitha janë në rrezik. Një firmë e vogël që ke bërë vite më parë, tani më jep mua kontrollin. Dhe besom, Alma, do të mësoj të urrej ashtu si qurej nënën tënde. Në atë moment, dera u përplas me zhurmë. Era që vinte nga jashtë duke sikur paralajmëronte stuhin që po afrohej. Arta, duke u afruar te Dora. Më mirë më vrit mua, se sa ta lëndosh vajzën time. Dora, duke u përkulur pranë veshit të saj. Mos ki frikë se vras dot, por do të sigurohem që të humbasësh gjithçka, ashtu si që humba unë dikur. Ajo u kthye dhe u largua ngadalë, duke lënë paser parfumit të rënd dhe një atmosferë të ngarkuar. Në fytyrën e Artës, lotët dhe frika u përzien me vendosmëri. Arta, duke u kthyer nga Iliri dhe Alma. Mjaft më. Nuk do të lejoj askën të na ndaj përsëri. Këtë herë do të luftoj. Iliri e mori për dore. Alma qëndronte pranë tyre, e dridhur, por e fortë. Në sytë e saj kishte lindur diçka e re. Një forcë që vinte nga dashuria dhe dhimbja njëkohësisht. Tani që Dora është rikthyer me dëshirë për hakmarrje dhe ka dokumente që mund të shkatërrojnë gjithçka, do të nisë betejë e vërtetë. Një javë kishte kaluar që nga vizita e Dorës, por hija e saj ende rëndonte mbi çdo cep të vilës. Arta nuk kishte fjetur asnjë natë të plotë. Çdo mëngjes zgjohej me ndjesinë se diçka e keqe po afrohej. Në tavolinën e saj, dokumentet që Dora kishte lënë, ato që e kërcënonin me humbjen e gjithçkaje, qëndronin të shpërndara, si plagë të hapura që nuk mbylleshin dot. Në mëngjes, Iliri hyri në zyrë. Fytyra e tij ishte e lodhur, por syti digjnin nga vendosmëria. Iliri, e kam gjetur çfarë po planifikon Dora. Ka bashkëpunëtor. Njëri prej tyre është këshilltari yt financiar, Leon Basha. Arta, e tronditur. Çfarë? Leoni, ai që më ka ndihmuar në çdo projekt. Iliri, ai ka dhënë Dorës kopje të kontratave të tua të vjetra. Me to, ajo mund të provojë që ke bërë investime të paligjshme. Nuk është e vërtetë, por në media do të duket ndryshe. Arta u ul empir. Arta, ajo do të më shkatërroj publikisht. Do të më bëja armiq të gjithë. Iliri, vetëm nëse e lejon.
Duhet ta godasim para se ajo të veproj. Në atë moment dera u hap. Ishte Alma që i kishte dëgjuar pa dashje. Alma, unë dua të ndihmoj. Arta e shqetësuar. Jo, bi, kjo është shumë e rrezikshme. Dora nuk është si njerëzit e zakonshëm. Alma, pikërisht për këtë dua të ndihmoj. Kam punuar për ty, kam parë njerëzit që hyjnë e dalin. Askush nuk i vëren punëtoret, por unë kam parë Dorën të flas me Leonin në parkimin e kompanisë, ditën para se të vinte këtu. Arta ngriti kokën e befasuar. Arta, je e sigurt? Alma, po. Dhe ajo mbante një dosje identike me këtë. Tregon njërën në tavolinë. Iliri i pa të dyja. Iliri, kjo do të thotë se ajo ka më shumë se një plan. Një për kompaninë dhe një për ty personalisht. Një heshtje e rëndë mbushi dhomën. Arta e kuptoi se Dora nuk po kërkonte vetëm para apo pushtet. Ajo kërkonte hakmarrje. Dhe hakmarrja e saj po ndërtohej me kujdes, copa pas cope, me durim dhe urrejtje. Të nesërmen në mëngjes, televizioni kombëtar publikoi një lajm tronditës. Zonja Arta Morina, biznesmene e njohur filantrope, nën hetim për mashtrime financiare. Në ekran shfaqeshin imazhe të vilës, punonjësit dhe dokumentet e rrjedhura. Në fund, një zë i njohur Dora shfaqej në intervistë të fshehtë. Nuk e bëj për vete, e bëj për drejtësi. Dikur më mori gjithçka, tani thjesht dua që e vërteta të dalë në dritë. Arta uli kokën. Ishte pikërisht siç kishte paralajmëruar Iliri. Dora e kishte goditur aty ku dhemte më shumë. Në reputacion, në besim, në zemër. Arta, me zë të ulët. Ajo nuk do të ndalet. Iliri, atëherë nuk do të ndalemi as ne. Në mbrëmje, Alma po rinte në dhomën e saj, kur telefoni i saj i vogël që dikur e përdorte për pastrimin ra. Në ekran, numër i panjohur. Ajo e hapi me kujdes. Në anën tjetër, një zë i butë, por i frikshëm u dëgjua. Dora, mirë mbrëma, Alma. E di që je zgjuar. Më pëlqen kjo te ty. Por mos haro, ndonjëherë zgjuarësia i djeg më keq të pafajshmit. Alma me zë të lartë. Largohu nga ne. Dora duke qeshur. Oh, e dashur, nuk jam aq afër sa mendon, por shpejt do të jem shumë më pranë. Thirrja u ndërpre. Alma ndjeu duart që i dridheshin. Dritat u fikën për një çast dhe në xham u reflektua një hije që lëvizi jashtë. Në katin poshtë, Arta doli me ngut. Arta, çfarë ndodhi? Alma, ajo më mori në telefon. E di ku jam. Iliri duke hapur perden dhe par jashtë. Ajo po na ndjek. Por përse? Çfarë kërkon në të vërtetë? Arta heshti. Në sytë e saj kishte diçka që nuk e kishte thënë ende. Një sekret që vetëm ajo e dinte. Një sekret që lidhej me të kaluarën, me Dorën dhe me një tragjedi të vjetër që askush nuk e kishte zbuluar kurrë. Tani që Dora ka nisur luftën publike dhe e di ku ndodhet Alma, Arta duhet të zgjedhë mes fshehjes ose përballjes. Era frynte fort atë natë. Qielli ishte mbuluar me re të zeza, dhe çdo rufe që ndriçonte horizontin i bënte muret e vilës të dridheshin sikur të merrnin frym bashkë me frikën e njerëzve brenda saj. Në dhomën e gjumit, Arta rinte ulur pranë dritares. Në dorë mbante një kuti të vogël druri, të vjetër, të gërvishtur, me një drytë të ndryshkur. E kishte mbajtur të fshehur për më shumë se 20 vjet. Në brendësi të saj gjendej sekreti që mund të shkatëronte gjithçka. Jo vetëm jetën e saj, por edhe të vajzës që sapo kishte rifituar. Iliri hyri ngadalë në dhomë. Fytyra e tij i tregonte se kishte kuptuar diçka. Iliri, ajo nuk do të ndalet derisa ta vrasësh me të vërtetën, Arta. Arta me zë të dridhur, por ajo e vërtet mund të na shkatërrojë të gjithëve. Ai u afrua, i vendosi dorën mbi supë. Iliri, e vetmja gjë që shkatëron është gënjeshtra. Çfarë fshehti nga ne? Arta e mori frymën thellë, hapi kutin ngadalë. Brenda saj ishin disa letra të vjetra, një fotografi dhe një dosje me vulë të kuqe. Në fotografi ishin 3 vajza të reja, Arta, Dora dhe një tjetër, një vajzë që dukej si motra e tyre. Arta, kjo është Sara, motra ime e vogël. Dora ishte kushërira jon. Iliri i befasuar. Nuk më ke folur kur për të. Arta, sepse nuk jeton më. Dhe Dora më fajson mua për vdekjen e saj. Lotët i mbushën syt. Arta duke folur me dridhje. Ishte viti 1999. Ne ishim të treja në shtëpinë e vjetër familjare. Dora ishte gjithmonë e ziliqare ndaj meje.
Isha më e suksesshme, më e dashur nga të gjithë. Një natë patëm një debat të tmerrshëm. Sara ndërhyri për të na ndarë dhe ajo ra nga shkallët. Unë thira ndim, por Dora më pa në sy dhe tha, ti e vrave. Që atë ditë ajo u betua se do të ma kthente. Iliri i tronditur. Pra ajo nuk po kërkon pasuri, po kërkon drejtësi sipas mënyrës së saj. Arta. Po. Dhe mendon se më mirë ta shkatërroj jetën time se sa të më fal. Në atë moment dera u hap me vrull. Alma qëndronte në prag me lot në sy. Ajo kishte dëgjuar gjithçka. Alma me zë të dridhur. Pra ajo grua që do të na shkatërroj është kushërira jote dhe akuzon ty për vdekjen e motrës tënde. Arta duke ju afruar. Po, bia ime. Dhe më ka ndjekur gjithë jetën. Unë nuk e vrava Sarën. Ishte një aksident, por Dora nuk mund ta pranoj. Alma. Atëherë duhet ja tregojmë botës të vërtetën. Duhet ta zbulojmë çfarë ndodhi atë natë. Iliri. Por si? Nuk kemi prova. Arta ngriti dosjen me vulë të kuqe. Arta. Kam diçka. Këtu janë dokumentet e policisë së asaj kohe. Askush nuk e dinte që i kisha marrë. Brenda është një raport që tregon se Dora ishte e vetmja që preku trupin e Sarës para se të mbërrinte ambulanca. Në duart e saj u gjet gjurma e gjakut në këmish. Por ajo e zhduku provën. Alma me habi. Do të thotë që ajo mund të ketë qenë e përfshirë në vdekjen e Sarës. Arta. Ndoshta jo me qëllim, por e di që fshehu të vërtetën për të më fajsuar mua. Në atë moment telefoni i Ilirit ra. Ai hapi ekranin dhe fytyra i zbehu. Iliri. Dora ka nisur një konferencë shtypi. Po flet tani drejt për drejt. Po publikon dëshmit kundër teje. Arta ngriti sy, të mbushur me vendosmëri. Arta. Atëherë ka ardhur koha të mos fshihem më. Alma duke e marrë dorën e saj. Nuk do të jesh vetëm. Këtë herë do të përballesh me të me mua pranë. Iliri. Dhe me mua. Le të përballemi me hijet një herë e mirë. Arta mori frym thellë, mori kutinë e drurit dhe dosjen e kuqe. Në sytë e saj nuk ishte më frikë. Vetëm forcë dhe një urrejtje e qetë që digjej brenda. Arta me zë të ulët. Le të fillojë e vërteta. Në televizor Dora po buzëqeshte para kamerave, ndërsa gazetarët i drejtonin mikrofonët. Në një moment një makinë daloi para sallës së konferencës. Nga ajo zbritën Arta, Iliri dhe Alma. Tani betejë nuk ishte më vetëm për drejtësi, ishte për shpirtin e familjes. Drita e kamerave televizive ndriçonte sallën e konferencës shtypi. Gazetarët dhe fotoreporterët mbushnin çdo cep, duke përpjekur të kapnin çdo fjalë, çdo shprehje fytyre. Në podium qëndronte Dora, e rrethuar nga dokumente të shumta dhe një buzëqeshje të ftohtë që shkunte atmosferën. Dora. Zonja Arta Morina, biznesmene e famshme, e akuzuar për mashtrime financiare dhe fshehje të së kaluarës së saj. Pamjet ndryshonin shpejt, letra të vjetra, dokumente me vulë të kuqe, dhe fotografi që dukeshin të lidhura me motrën e saj të ndjerë, Sara. Dora ngriti gishtin për të treguar një dokument në ekran. Dora. Këtu, sipas dokumenteve që kam mbledhur, duket qartë se Arta ka fshehur të vërtetën dhe ka manipuluar situatën që çoi në tragjedinë e Sarës. Një heshtje e rëndë mbushi sallën. Shumë gazetarë shkruanin shpejt, disa e filmonin dhe disa të tjerë shikonin me habi. Por papritmas, Arta doli nga radhët e gazetarëve, e mbështetur nga Alma dhe Iliri. Ajo mbante dosjen e kuqe me dokumentet e vërteta të policisë së kohës. Arta duke ngritur zërin. Mjaft. Kjo është e pavërtet. Gazetarët u kthyen dhe kamerat fokusuan tek ajo. Arta. Sara, motra ime, ishte viktima e një aksidenti tragjik. Dora e di mirë këtë. Ajo e manipuloi të vërtetën për të më fajsuar mua. Ajo hapi dosjen dhe tregoi raportin e policisë. Arta. Shikoni këto prova. Nuk është faji im. Në dokumente shihet qartë se Dora ishte e vetmja që kishte prekur Sarën para se të mbërrinte ndihma. Dora u ngrit, i dridheshin duart, por buzëqeshja e saj nuk u zhduk. Dora. Nuk do të ta lejoj kështu, Arta. Tani kam dëshmi të reja. Alma duke ndërhyrë. E pavërteta nuk mund të qëndrojë gjallë. Ne kemi të gjithë provat që e tregojnë realitetin. Nuk ka manipulim tjetër që mund të fshehë atë që ndodhi atë natë. Iliri. Tani nuk ka më fshehje. E vërteta do të dihet. Një gazetare ngriti mikrofonin dhe pyeti. Gazetarja.
Zonja Morina, a është e vërtet që motra juaj ka vdekur në një aksident dhe që Dora ka përdorur situatën për të ju fajsuar? Arta. Po. Të gjitha dokumentet e mia e tregojnë këtë. Nuk kam pasur kur qëllim të lëndoj askënd. Të gjitha pretendimet e Dorës janë të rreme dhe të manipulueshme. Dora ngriti zërin dhe tentoi të kundërshtonte, por kamerat dhe mikrofonët fokusuan sërish tek Arta, e cila tani ishte e fortë, e vendosur dhe e qetë. Alma duke mbajtur dorën e nënës. Ky është momenti kur e vërteta triumfon. Nuk ka më frikë, nuk ka më gënjeshtra. Një heshtje e gjatë mbushi sallën. Gazetarët filluan të shkruajnë lajmin e vërtet. Dhe ndërkohë Dora ndjeu se humbiste kontrollin. Dora me zë të ulët. Nuk mund të jetë. Arta. Është e mundur, Dora. Përfundimisht e vërteta ka dalë në dritë. Alma hodhi një vështrim te Iliri dhe pastaj te Arta. Në atë moment të vetëm e ndjeu fuqinë e familjes së saj. Të një nëne, një babai dhe të vetes. Ata ishin bashkë dhe këtë herë nuk do të lejonin askënd të i ndante. Jashtë sallës, dielli filloi të linte, duke ngjyrosur qiellin me dritë të artë. Një fillim i ri po vinte dhe për herë të parë, të tre ndjenin se errësira e së kaluarës po largohej. Dielli linte mbi vilën Morina, duke përhapur ngrohtësi në kopshtin që dikur duke i ftohtë dhe i heshtur. Arta, Alma dhe Iliri qëndronin në verandë, duke shikuar horizontin dhe duke ndjerë për herë të parë një qetësi që vinte pas tuhisë së kaluarës. Alma. Mami, mendoj se tani mund të fillojmë nga e para. Nuk dua më të jetoj me frikë. Arta duke buzëqeshur butësisht. Po, bi, kjo është mundësia jonë e dytë. Iliri, por mos harrojmë, Dora nuk ka përfunduar. Ajo është akoma atje jashtë, duke pritur shansin e saj. Pa pritmas në portën e vilës, makina e zezë u ndal përsëri. Një ditë e qetë u mbulua me një herë nga tensioni. Në atë moment, Dora doli me një dosje tjetër në dorë dhe me sy që digjnin urrejtje. Dora me buzëqeshje të ftohtë. Menduat se gjithçka kishte mbaruar. Sa nave jeni? Arta duke u afruar pran Almës dhe Ilirit. Sa herë të duash, Dora, por këtë herë nuk do të lëndosh askënd. Dora duke treguar dosjen. Kjo është prova që mund të rrëzoj gjithçka që ke rindërtuar. Një kontratë sekrete që ti, Arta, nuk e ke publikuar kur. Alma duke u ngritur në këmbë. Mami, ajo mendon se na frikson, por unë nuk do të lejoj. Ne do të përballemi me të bashkë. Arta hapi dosjen e vjetër me vulë të kuqe dhe hodhi në tavolinë para Dorës. Arta, e kam marrë këtë dokument vite më parë. Tani është koha të ta tregoj botës, Dora. Nuk ka më fshehje. Dora u ngazëllye nga sulmi. Por papritmas gazetarët dhe kamera që ishin ftuar për një intervistë të zakonshme u fokusuan mbi të gjithë skenën. Një nga gazetarët pyeti. Gazetarja. Zonja Morina, a do ta publikoni të vërtetën për këtë kontratë? Arta duke ngritur zërin dhe me vendosmëri. Po, është koha që të gjithë të dinë realitetin. Nuk kam frikë nga e kaluara dhe nuk do të lejoj të më ndajnë më. Dora u mbulua nga zemërimi. E kuptoi se sulmi i saj ishte refuzuar përballë fuqisë së vërtetës dhe bashkimit të familjes. Dora me zë të ulët dhe të ftohtë. Do t'ju ndjek gjithmonë, por kjo nuk ka mbaruar. Iliri, po mund të përpiqesh, por tani ne dim të qëndrojmë bashkë. Alma hodhi një shikim te Arta. Alma, mami, nuk jemi vetëm më. Këtë herë ne jemi një familje. Arta e mori dorën e Almës dhe e përqafoi ngrohtësisht. Iliri u afrua dhe i përqafoi të dyja. Ishte momenti kur e kuptuan se çdo plag, çdo humbje dhe çdo betejë e kaluar i kishte bërë më të fortë dhe më të bashkuar. Jashtë, dielli shkëlqente plotësisht, duke ndriçuar vilën dhe duke dhënë një ndjesi të re fillimi. E kaluara kishte mbetur pas, por mësimi ishte i qartë. Familja dhe e vërteta janë më të forta se çdo urrejtje. Në këtë mënyrë, Arta, Alma dhe Iliri fillojnë një kapitull të ri të jetës së tyre. Të bashkuar dhe të vendosur për të mos lejuar maskën të dëmtojë dashurinë dhe sigurinë e tyre.